Vetëm 14 ditë pasi u ndeshën në finalen super dramatike të Ligës Unike, cila shkojnë vazhdime ku vllaznimin poshti Sigal Prishtinën po këtë palestër për të fituar trofeun e parë pas plus 29 viteve. Këto dy skuadra po ndeshën përsëri në po këtë palestër sonte për të filluar serinë çerek finalet play-offit, duke kërkuar vizën gjysmë finale. Adhurues basketbollit në adresën numër 1 të sportit shqiptari, platformën tuaj dhe Ton Art Motion, kudo që jeni duke na shikuar në këto çaste. Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa apo Amerikë, mirë se erdhët në çerek finalin e parë të play-offit midis Sigal Prishtinës dhe vllaznimit, direkt nga palestra e nisë e sportive në Prishtinë, ku sonte me ju jemi una konfirmio Edhe unë Ulpiana Emra, Sara dhe ju në asist, po në komentim për t'i përcjellur ndeshjet fantastike të play-offit. Sonte ka me qenë në nxehtë. Në fakt edhe tham parës, Bardhe Kaltrit dhe Kuqezin po ndeshën sonte për herë të tretë brenda 14 ditëve, sepse pas finales fantastike dhe dramatike të Ligës Unike, këto dy skuadra u ndeshën para 3 ditëve në Shanin Ushin Gjakov, në kuadër Gjiros 28 dhe të funit të edicionit të rregullt për kreditë Superligës, ku Prishtina si triumfuan me 21 pike përsi. Agon ishte një përballje e 5 minutë Prishtinës e vllaznimit, që si vjet u treguan rivalitet fantastik dhe tash po e nisim serinë e betejave për një vend në gjysmëfinale ku fituesit e kësaj ndeshje do t'i pret kampioni aktual Treça. Po ju rikujtojmë shikues tonë se në çerek finale luhet deri në 2 ndeshje të fituara, në gjysmëfinale 3 të fituara, kurse finala si vjet për herë të parë në histori do të luhet si në NBA me 4 fituara, ja dhe prezentimin e lojtarëve vllaznimi me kapitenin Ati Koshin, Anton Walker 0, Ariana Zemi, Ambri Bedra, Trey Anderson, Ari Zhuri, Eden Cingur, Helms, Sinani Gjitobo dhe Poloshka, me trener Sharinin, ndihmësit Hana dhe Racin. Prishtina në anën tjetër për sonte paraqitet me Rugovën si kapiten, Dior Sheqirin, Shoshen, Terrent, Ismailin, Davisin, Mahalbashishin, Lekëndrejan Biqin, Zakorin, Janjevën dhe Olin Carterin, me trajnerin e ri, Spanjolin Paco Olmos, ndihmësin e tij poshtë Spanjolin Facundo Murias dhe Albert Sulejmanin. Elus regjin që të intervenon sepse kemi telashe të vazhdueshme me audio sinjalin ton. Pra edhe trajneri i ri Paco Olmos me ndihmësit Murias dhe Sulejmanin, dhe tash do të ngritemi për të respektuar himnin e Republikës Kosovës. Urna. Rithesoj se saktësisht pas 2 javë dhe finales së Ligës Unike, këto dy skuadra po ndeshën përsëri në këtë ambient. Vllaznimi triumfoi në finalet Ligës Unike kundër Sigal Prishtinës pas vazhdimeve me rezultat të ngushtë në 88 dhe pas plot 28 viteve ngriti trofeun e parë. Agon në atë ndeshje ku Prishtina pati e përsi deri 6 minuta e 25 sekunda, e përsi prej 10 pikëve, por e pam shpërtimin e Don Poloshkës me 2 treshe, 2 gjuajtje të lira për ta udhëhequr vllaznimin në seri prej 14-2, duke shndruar minusin prej 10 pikëve në +2 për 75-73. kur ishën në 3 minuta e 3 sekunda lojë. Po, në fund pjesë rregull Kuqezin kishin mbet pa armët kryesore, duhet rikujtu, dyshja Helem se Gjitobo që u ndërshkua me nga 5 gabime personale, por pavarësisht nga ky fakt Gjakovarët edhe në vazhdime duke i falenderuar lojës së shkëlqyeshme të vendorëve Azemit, Poloshkës, plus edhe Koshit edhe Sinonit, edhe me një treshe vendimtare të Alo Qendrës Anton Walker.
sigurun fitoren dhe trofeun e çmuar të Ligës Unike, duke privu kështu Prishtinën që ta fitoj këtë trofe që i mungon në sirtarin e vetë të pasur. Në atë ndeshje di mirë Shkëlqeu, Ariana Azemi mund të themi që ka pasur paraqitjen ndoshta më të mirë të këtij edicioni me 24.6 kërcime e 3 asistime, duke u shpall normal edhe MVP i finales, megjithatë nuk ishte veç Azemi që Shkëlqeu në atë ndeshje. Po, u dalluan edhe me pikë identike, ja po e shohim Azemin i cili sonte mungon pas atij lëndimit kur shkelin komën e Gjitobos, edhe më tutje është i lënduar, por këtu është afër Triti simpatik i cili është bë manshete e gjitha mendjeve dhe shumë viral. Triti që ja fitoi zemrat e gjithë tifozëve pas festës së tij në fund të takimit, me të vërtetë është bë ikone e klubit vllazнимit. Definitivisht, thamë të vllaznimi, ja sonte në mesin e shikuesve dhe Adis Beqiragiqi, trajneri i Trepçës, trajneri definitivisht më i suksesshëm në Kosovë, në elitën e basketbollit kosovar në këto 15 vitet e fundit. Po e shohim shumë të koncentruar, e pret njëri nga këto skuadrat në gjysmëfinale. Me Afrim Ismailin, Shkërzem Fetion dhe shumë figura si zakonisht. Po shumë po Bjera Stavilecin, Florian Ermiftari, pra shumë figura siç po thotë edhe Ulpiana. Si thëmë, Helms edhe Anderson ka luajtur me pikë identike në atë ndeshjen e finale në Ligës Unike para 2 javëve, 14 pikë 7 kërcime, Anton Walker pati 13 pikë 5 kërcime. Patjetër duhet përmendur edhe Don Polloshkën me 8 pikë, 7 kërcime dhe 6 asistime, ka qenë lokomotive skuadrës së tij. Në duelet direkte si vjetë... Duelet direkte po që janë zhvilluar në mes të... Janë taku 5 herë. Kjo është ndeshja e 6. Kjo është ndeshja e 6. Në 2 ndeshje ka fitu Prishtina, në 3 ndeshje ka fitu Vllaznimi. Interesant kanë qenë ato 2 ndeshjet në fillim të stinorit aton, ku Vllaznimi ka dominu kundër Prishtinës, megjithatë pastaj Prishtina ka pasur paraqitje më të mira në pjesën pranverore, por një gjë është shumë e sigurt që pavarësisht ku kanë luajtur dhe në çfarë faze, gjithnjë ndeshjet kanë qenë shumë interesante, kështu që edhe kjo çerek finale nuk e besoj që do të jetë e lehtë për asnjërin nga skuadrat. Ndeshja po në kuadër Superligës, 2 duele të zhvilluara vjesht i kanë taku Vllaznimet, si të dyjat kanë qenë shumë interesant se Vllaznimi i shënoi gati nga 100 pikë, 101 edhe 100. Ka qenë rezultati 101 me 85 edhe 100 me 87. Ja dhe refera, Tartan Gashi marr Gjekovici, jo Gjokovici është tenist, Gjekovici edhe Visar Bunjaku, edhe kemi sonte edhe vëzhguesin e ndeshjes Medi Gashin, i cili është sonte me neve, ja, këtu pran Ulpianës dhe pran me, Medi Gashi, i cili po i bën kontrollat e fundit në stilin e tij jashtëzakonisht serioz në punën që e kryen. Njëri nga ikonat gjithashtu të komunitetit të basketbollit. Medi Gashi, i cili më ka referuar mu kur kom qenë basketbollist, edhe zakonisht për 10 minuta më ka ndëshku me 5 gabime personale. Ako nuk e di pse ty ama mu që të më ka rujt, kur jam konon e të lujt. Ti ki qenë ma simpatike. Okej, Prishtina edhe pse skuadra më e trofeshme gjitha kohën në basketbollin kosovar, si vjet ka hyrë me strategji për zhvillu talent të ri, duke i kombinuar me përvojën e lojtarëve veteran, duke rikthy trajnerin turk Murat Bilgen, mirë po pas atyre 2 finaleve në Superkup poshtë nga Trepça dhe Ligës Unike ku poshtë pikërisht nga Vllaznimi. Gjastinorit pra ka pas batica te Prishtina, por humbja finales nga Vllaznimi edhe ai debakli në Karagash nga Peja, si dhe shtimi ja po e shohim edhe peshet startose Taran Davis, Malbashish, Lekndreja dhe Janjeva. Në anën tjetër pra te Vllaznimi kemi Anderson, Helms, Koshi, Gjitobo dhe Polloshka, pesha startuese e zakonshme. Që da është të them është se pas atyre 2 finaleve dhe arritjes pra në finalet të Ligës Unike, ambicjet u rritën te Prishtina edhe dështimi do të ngritemi edhe për hymnin kombëtar.
Sikur se thash pra Prishtinës ju rritën ambicjet edhe mos plotësimi aty me ambicjeve nga ana e trajnerit Murat Bilge, solli deri te ndryshimi. Në vend të tij erdhi trajneri Paco Olmos, i cili do të ndihmohet nga edhe një spanjoll tjetër, Facundo Murias. Olmos është 55 vjeçar, i lindur në Valencia. Karrierën e ka filluar në grup bosha të reja të Valencia Basketit, ndërsa në sezonin 2002-2003 mori udhëheqjen e Valencia Basketit, me të cilën pra është shpallur edhe fitues i ULEP Cup, u shpall edhe nën kampion i Spanjës, ka udhëhequr, ka drejtuar ekipe tjera spanjolle. Vlen të theksohet se me skuadrën Menorca Basketit nga liga e parë u promovua në ACB, pra elitën e basketbollit spanjoll 2009-2010. Vitin 2013 është bërë selektori Porto Rikos, duke udhëheq Porto Rico në botrorin Spanja 2014, kurse më pas ka vazhdu karrierën në Amerikën Latine, drejtër ekipe në Porto Rico dhe Meksik, ku ka fitu 3 tituj kampionin, ndërsa është interesant të themi se Olmos në Prishtinë po ribashkohet me Rashid Malbashicin, me cilin ka fitu trofe dhe do t'jetë shumë interesant sonte të shohim se cila do t'jetë filozofia e trajnerit. Dhe qerek finalet dhe play-offi 2025 filloi me topin e parë të Malbashicit për Tarantin, Malbashic dhe Gjitobo. Lekëndreja me të parën, Lanson tenton qëllon për 3-0 dhe përsëri kemi shkëputje të zërit gjatë audio sinjalit. Poloshka sonte sigurisht se trajneri Olmos do të vëj një flaster dhe do të luan një lojë shumë agresive ndaj Poloshkës, pasi Azemi mungon. Mbrojtje fenomenale atje e Prishtinasve. Lekëndrejaj, trajneri Olmos shquhet me mbrojtje jashtëzakonisht agresive dhe këto do ta shohim edhe sonte. Edhe zakonisht agon kur ndryshohet trajneri, gjithnjë në një skuadër shohim një motiv shumë më të madh dhe një energji shumë më të madhe, po besoj që këtë energji do ta ketë skuadra e Prishtinës. Helms tërhiqet për 3 pikë, tenton të përgjigjet, mirë po ngatrohen atje Davis. Nga dëshira e madhe. Janjeva është interesant të themi se sonte shumë të motivuar janë edhe lojtarët e huaj zezakte afroamerikan të Prishtinës. Po pikërisht dhe sipas disa informatave dhe vetë që i kam pasur, trajneri Olmos ka 2 ditë në fakt të drita e tretë. Dhe përgjigja vjen nga Don Poloshka, i cili shkëlqeu në fund të finales Ligë Unike me ato 2 treshet e tij. E tash sonte në start në treshe përgjigjet me treshe. Don Poloshka ish lojtari i Prishtinës me cilin ka fituar Superkupën së bashku me Janjevën dhe bashkëlojtarë të tjerë. Bukur atje e mbyll. Gjitobo, mbrojtje fantastike. Poloshka bukur shkon atje për Helmsin, depërton deri në fund dhe faul poshtë. Tregon referi Bunjaku. Shënimi nuk pranohet. Lojtari me numër 11 pra është ky Davis. Shkakton personale. Ja, dhe njëherë treshja e Don Poloshkës, i cili përgjigjet në të treshen e Lekëndrejajt. Helms përballë ka Lekëndrejajn, duelit të cilin e kemi shikuar edhe në finalen e Unikës. Helms mbrojtje e mirë atje e Lekëndrejajt, mirë po edhe Helms sonte i motivuar dhe një mini seri e kuqezinve për e përsinë e parë sonte të vllazimit 5-3. Janjeva, fauli Gjitobos. Ajo që po vrejmë në lojë është një ritëm shumë i shpejt, pasime shumë të shpejta, lëvizje shumë e shpejt e ekipit Prishtinas. Lirisht mund të themi ashia e asaj Prishtinës para 2 jave. Me ato që po e shoh deri tash janë dukshëm, opala. Ato që po e shohim atje, energjia në anën e Prishtinës. Nuk e po asgjë hiç se Gjitobo ja bëri tër total me një blokadë. Koncentrimin po e shohim tek ekipi vllazimit maksimal. Atë që unë po e shoh ndryshe sonte nuk është vllazimi, ai vllaznim i ndeshjes së fundit.
pasi që në fund të ndeshjes në ndeshjen e fundit Ulpiana trajneri Sharin edhe ashtu i ka kursyer lojtarët, i ka pushuar se nuk ishte domethënë se ajo lojë. Pasqyrë nuk ka qenë as pak ajo paraqitje, por edhe një fakt tjetër që duhet ta theksojmë patjetër është rikthimi e Trey Andersonit, i cili ka qenë një mungesë tek vllazënimi, mungesë dukshme, por do të jetë një ndihmëes goxha e madhe. Faulli Mahallbashiqit, një luftë betejë e madhe atje në qendër mes Mahallbashiqit dhe Gjitobos. Shkon atje, sa bukur e bën këtë Mahallbashiqi, një mbrojtje karakteristike për qendrat, e lë që të mbështetet në të tërhiqet dhe rëzohet qendra rivali dhe ja vjedh topin. Janjeva me tentim për 3 pikë, Lanson qëllon dhe e përsinë rikthen tek Prishtinasit. Pas Lekëndrejajt edhe Janjeva, lojtarët vendor me 2 treshe për 6-5. Sonte 2 skuadrat e motivuara për treshe. Anderson atje tenton, nuk realizon Lekëndrejaj. Kundërsun, sa bukur i vëmendshëm është atje Poloshka, mirë po dhe ka bën pasimin e tij, u fut atje drejt Mahallbashiqit, i cili megjithatë i ka një 40 cm dallim edhe normal për t'ju shmang blokadës e pasoj, por nuk ishte i përcjellur nga bashkëlojtarët. E ka shkelur vijën me Ka shkelur vijën atje Davis. Nga Olmos, me të vërtet shumë energjik në udhëheqje. Shikoni edhe ndihmësin e tij, shumë aktiv. Ati Koshi nuk e shfrytzoi si duhet atje blokun e Gjitobos, tani po, pick and roll, shpejt lëviz topi edhe një herë te Don Poloshka, i cili bombardon për treshën e ty të dytë rresht për të rikthyer përsi në 8-6. Do t'jetë kjo një natë e gjatë. Edhe përsëri fantastike basketbolistike, mënyra më e mirë për ta nisur këtë çerek finale. Faulli Atikut, i cili kapiteni me njëherë pranon personalin e tij. U vonua për ta mbyll Danielin, shumë mirë atje Danieli. Si zakonisht Daniel Lekëndrejaj gjithmonë Simet të sulmi ka fenomenale. Është i koncentruar maksimalisht, ato edhe karakterizojnë si lojtar. Çfarë asistimi Rashid Mahallbashiqit për barazim të rezultatit. Fenomenal për pikët e para të Davisit. Koshi për Poloshkën, i cili mbetet atje i vetmuar, por nuk e ngrit atje kokën Helms. Edhe 6 sekonda për këtë sulm, do të luan 1-1 atje. Helms i vetmuar tërhiqet për 3 pikë, tenton, nuk realizon, por Ati Koshi është ai i cili kërcen në sulm dhe ndalet me personale nga Ricky Tarrant. Po e shohim komunikimin e Don Poloshkës me trajnerin në Sharin. Janë duke diskutuar, po më duket atë rastin pak më herët të depërtimit dhe jo pasimit me kohë. Ati Koshi me gjuajtjen e tij të parë të lirë. Carter, Olin Carter. Një gjë ndryshe që po e vrej tek Prishtina Agan është edhe mos përfshirja e Donte Clarkut në formacion sonte në 12-që, nuk e di nëse është i lënduar apo jo. Gjithsesi, kjo është zgjedhja e trajnerit Olmos dhe duket që nga ardhja e tij i ka bërë ato prekjet e tij për të ndryshuar diçka. E ka vrejtur Carter, ka qenë me të vërtet fantastik. Për treshën e dytë nuk realizon, por s'ka problem sepse në vend atje është Mahallbashiqi, por edhe Ati Koshi, i cili e vjedh topin për mrekulli. Helms depërton, dalët me faul dhe nuk shënon. Edhe pse Don Poloshka atje po ankohet se ishte prekur tabela, të shohim a ka qenë prekur tabela. Ati Koshi për Helmsin, i cili depërton.
po pikët nuk pranohen, apo jo, po. Pikët janë pranuar pasi një gjuajtje e lirë është e Helms. Okej, do me thonë pikët me gjithat e pranohen, por... Po 12-8 është rezultati. 12-8, sepse, po, e tash jemi në regull, sepse në semafor qëndron të 10-8. Edhe një tjetër top i vjedhur e ekipit të Vllaznimit. Është ky topi 4 i vjedhur i Vllaznimit, shumë të vëmendshëm sonte në mbrojtje. 4 topa të vjedhur të Vllaznimit deri tash. Helms prej një situate të vështirë, atje luftojnë Mahalbashish dhe Gjitobo. I fundit me top luajti Mahalbashishi. Josh Nzakor për herë të parë, Davis. Tentim për 3 pik nga Jericho Helms dhe tani e kemi një seri prej 10-2. Pas asaj 6-5, një seri 10-2, tentim për 3 pik Mahalbashishi, lufton me Lek Andreja në koshi Mahalbashishi, në anën tjetër Janjeva është i vetmuar, Mahalbashish vet atje, po Gjitobo sonte, fantastik është faulli ati koshit, apo jo i Gjitobos. 3 treshet lojtarëve të Vllaznimit, 2 të Dom Poloshkës dhe një e Helmsit për serim prej 12, pas ati rezultati prej 6-5, treshës së Janjevës. Më thonë që patëm një seri, nuk ka që 3 minuta e gjysmë, gati 4 minuta, as një pik nga Prishtinasit, qoftë nga loja, po nga vija gjuajtjeve të lira, seri prej 10-2. E mysafirve për e përsin maksimale deri tash për 7 pikve. Mahalbashishi nga vija gjuajtjeve të lira është i sakt. Është interesant të themi se Mahalbashishi është i sakt në 78% të rasteve. Ka një efikasitet jashtëzakonisht të lartë nga vija gjuajtjeve të lira. Kësaj radhe qëllon vetëm një nga 2 gjuajtje të lira për të afruar rezultatin 9-15. Kanë vetë edhe 4 minuta loj, bëhet gati për të inkuadruar në loj Shoshaj dhe Anderson. Kësaj radhe po bombardon Vllaznimi me treshe, tashmë e kemi e përsin më të lartë dhe 2 fish më shumë pikë se sa Prishtina si 18-9, një start fenomenal i Kuqezinve. Edhe një tjetër mbrojtje e mirë e ekipit të Vllaznimit, të cilët në vazhdimsi janë të super koncentruar në çdo element të lojës, nuk po e lejojnë Prishtinën që të e luaj lojën e vetë. Në vazhdimsi kemi agon ndërprerje të aksioneve të ekipit të Prishtinës, në anën tjetër lehtë po vinë tentimet për treshe të Vllaznimit, të cilët po treguan të sakt dhe realisht e merituar është kjo e përsim. Çfarë pasimi, çfarë asistimi atomik, supersonik i Dom Poloshkës. Ky pasimi pati syt. Edhe pikët e para të Anton Walkerit, Josh Nzakor Gabon në hapa dhe ky është topi i 7 i humbur i Prishtinasve në ma pak se 7 minuta loj. Kjo moti nuk i ka ndodhur Prishtinas. Dhe tu po e shohim trajnerin pak Olmos duke shikuar seri me sy. Edhe një tentim për 3 pikë, shkon atje për me përmirësu gjuajtjen e tij Helms. E vrejti që tentimi do t'jetë i shkurtër, Helms shkoi për ta marrë kërcimin gjithsesi. Që kjo është një gjë shumë e rrallë, të cilin e shohim në terrenet tona në basketbol në Kosovë. Që me përcjell shutin edhe me shku në kërcim në sun. Edhe një mbrojtje fenomenale e Dom Poloshkës. Ky është topi 8 i humbur i Sigal Prishtinës, e në anën tjetër është topi i 5 i vjedhur i Vllaznimit. Edhe para se ta vjedh topin agon e pam presionin, gjatë presionit të Donit, po ati top të bartur, por nuk e vrejtën referët. Megjithatë Doni pastaj e ndërpreu udhëheqjen e Fatlin Shoshaj, qëllon edhe nga vija e gjuajtjes së lirë, më i motivuar i Doni sonte në start të këtë ndeshje. 7 pikë, 2 asistime.
Dhe kjo është pika e tij e 8 për 22-9 tash. Nëse shikojmë në këto 4 minutat e 20 sekondat e fundit, edhe një top i humbur. Wow, qa është ka ndodhë sonte, është ky topi i 9, s'po mundet, ja shikoni ftyrën e Pakos Olmosit. Nuk po din se çka e gjeti. 9 topa të humbur adhurues të basketbollit, e këto me të vërtet deri tash nuk e kom pa asnjëherë te Prishtina. Vllaznimi deri në këtë moment akon po e dëshmon që jo rastisht janë shpallur kampion të Ligës Unike. Edhe njëherë Helms tenton, nuk realizon më i larti në kërcim Lek Andreaj. Tash edhe njëherë vllaznimi 5 topa të vjedhur nga to, 3 topa i ka vjedhur Don Poloshka. Lek Andreaj për Carterin e tretë. Ose Carter Treshi si të doni. Carter Treshi për 2 pikë me dyshe. Dhe pas saktësisht 5 minutave loj, pikët e para nga loja për Prishtinasit 11-22, 2 fish më tepër pikë për Kuqezint, të cilët e patën një seri prej 17-2. Edhe një tjetër treshe, edhe një treshe tjetër e Anton Walkeri, dhe kjo është e përsia më e lartë. Treshja e 5 të vllaznimit, me të vërtet sonte janë vrasës me treshe nga 7 tentime, 5 treshe të realizuara. Ulpion? Agon, kur të e thonë zakonisht në basketbol, kur t'jojnë mbrojtjet mirë, sulmi vjen vetë. Dhe kjo pikërisht ndodh dhe ekipit të vllaznimit shumë të motivuar në këto minutat e para, mund të themi çka kanë gjuajtur, po thuaj kanë shënuar. Sa i përket tresheve, sa i përket dysheve, është shumë interesant. 8-3 janë për dyshe, a për treshe janë 7-5. Vine gjujtjeve të lira janë 80% 5-4. E dim që vllaznimi në përgjithësi ka lojtar të cilët janë të sakt nga vija për 3 dhe duke përfshirë këtu, përderisa e ki edhe një lojtar të pozitës 5 që e zëvendëson pra Antoine Walker, e zëvendëson Gjito Bon dhe edhe ai di të qëllon treshe, atëherë janë... Jona është interesant, falë që bu ndërprej, është interesant me thonë 14 pikë i ka shënu vllaznimi nga topat e humbur të Prishtinës. Me thonë Prishtina deri që tash i ka 9 topat të humbur, kjo nuk ka ndohë vllaznimi vetëm një, 5 topa të vjedhur i ka. Kjo është ajo që e thash, kur luan mbrojtje të mirë, sulmi vjen vetë dhe kjo po ndodh. Normalisht kur të humbën ato topa në atë mënyrë, sulmet shumë lehtë po i shkojnë ekipit të vllaznimit dhe mëse e merituar kjo e përsi në këto momente. Dhe figura qendrore pa dyshim të vllaznimi, lideri i skuadrës është Don Poloshka me 8 pikë, 2 asistime dhe 3 topa të vjedhur. Jo 2, si kurse është në to statistikat zyrtare, sepse unë jam të i majtë vetë statistikat, po nejse, po shkojmë në statistikat zyrtare. Si zakonisht, Agon, ma i sakë se vetë po sa u inkuadrua në loj në kontaktin e ti të parë, kapiteni Rugova lanson dhe realizon për 14-25. Pas time-outit, faul i Lek Andreajt, i cili e ndalë Helmsin, e përsia më e lartë e vllaznimit ishte ajo pak më herët prej 14 pikëve, edhe njerë Tarant për mrekulli e gjeti atje Rugovën, i cili nuk humbi kohë. I duhej kjo treshe definitiv Prishtinës dhe një energji në këto momente, pasi ra i gjithë ekipi ra, dhe ta shohim kapiteni sa do të ndikon në skuadër. Helms herën e parë i pasak nga vija gjuajtjeve të lira, 2 gjuajtje të lira sonte i ka huq, me të vërtet në fund të kampionatit Helms po ka të lashe me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, gjë e cila nuk ka qenë karakteristike ti gjatë tërë edicionit. Thonë në 5 gjirot e fundit ka një rënje të jashtëzakonshme të efikasitetit nga vija e gjuajtjeve të lira. Bukur atje për Fis Rugovën, edhe njëherë kësaj radhe nuk realizon Poloshka, për balti është Carter, kërkon atje blok nga Usa. Bukur atje Anton Walker, i shmangët Gjoshen Zakor, betët i vetmuar në thellësi, e faul është atje, i shtyr nga Zakori, edhe një
pasim fenomenal, nëse realizon një nga dy gjuajtjet e lira, do t'jetë asistim, do t'jetë Sa bukur e përcjelli dhe priti lirimin e Antoine Walker në momentin që pati hapësirë më tepër, doni e pasaj ata Po vetëm edhe Walker e boni mirë blokun edhe u fut me njëherë në brendin. Kanë kohë të gjatë tashmë që luajnë bashkë dhe e di njëri tjetrin një plus i madhe është, do të thotë mos ndryshimi i lojtarëve të huaj nga fillimi i sezonit dhe e dim që Antoine Walker është ndër lojtar që ka qenë që nga fillimi tek ekipi i vllazimit dhe me Donin tashmë e di njëri tjetrin dhe normal vinë këto bashkëveprimet e mira. Edhe Doni e din momentin që kur do të lirohet Walker, edhe Walker e din momentin kur do të vijë pasim për të, kështu që kjo është një gjë mjaft e mirë për ekipin. Walker, tentimi i tij parë nga vija gjuajtjeve të lira, Antoine Walker për ndryshe është efikas nga vija gjuajtjeve të lira në 78% të rasteve, herën e parë realizon dhe ky asistim tash shkon për Donin, i cili ul pak me pushu, pra tani ka 8 pikë dhe 2 treshe, 3 asistime dhe 3 topa të vjedhur, 2 treshe edhe kështu i ka të realizuara. Antoine Walker i realizon të 2 gjuajtjet e lira për 27-14. Ju rikujtoj edhe njëherë, kemi hinë në minutin e funit, ju rikujtoj edhe njëherë përsia më e lartë i vllazimit ishte prej 14 pikëve dhe Sinani atje hyri në lojën vend të Polloshkës, i cili e meritoi pushimin. Përpaksa nuk e bodhi ato bukur atje bloku i Rugovës, i cili lufton atje me Sinanin. Luftarak është Arbër Sinani, natyrisht edhe Arbri edhe Don Polloshka janë ish lojtar Prishtinës, me cilit trajneri Andin Rashica atë vit kur e udhëheqi fituan edhe Superkupën. Gjashën Zakori deporton atje gabim në hapa. Definitivisht hapat janë... Dhe nëse shikojmë po, ky është topi i 10 i humbur në 10 minutat e parë. Këto hala një teme të Prishtina nuk e kom pa. 28-14, përsëri e kemi e përsin më të lartë vllazimit prej 14 pikëve. Helens, lëvizje bukur mashtruese, Arbër Sinani lufton atje, po Janjeva është i vëmendshëm dhe do të jetë pothuaja tërë sulmi për Prishtina, si ta do të shkojnë deri në fund apo jo, mbetet të shihet. Do të almost deri në 5 sekondat e fundit të mbajnë topin dhe më pas të futen. I vetmuar Janjeva tenton dhe treshën e realizon për të afruar rezultatin në 17-28 dhe çereku i parë mbyllët me 11 pike përsi për vllazimin, një start befasues i kuqezinve, një start shumë i dobët, lirish mund të themi, i Prishtinës, e cila i humbi 10 topa. Nga loja është 11-6, 54% në pjesën e parë, mirë, po dominimi në kërcime është te Prishtina, edhe pse do të thotë vllazimi ka dominuar në kundërsulme të shpejta, në topa të vjedhur, sidomos në atë realizimin e pikëve pas topave të vjedhur, pra 14 metre, po ashtu edhe pas kërcimeve në sulm është 8-3. Gjithë këto statistika Agon do thotë që i përmende, ajo që po e karakterizon më shumëti janë do thotë topat e humbur të Prishtinës, realisht mbrojtja e mire e ekipit të vllazimit, të cilët me të vërtet trajneri Jeronim Osharin edhe këtë ndeshje e ka përgatitur mirë dhe duket që fakti që i ka ruajtur lojtarët, që e tha, i kam ruajtur lojtarët për play-off, ka ndikuar të paktën deri në këto 10 minutat e para sa e pam, super të koncentruar në këtë ndeshje dhe pikërisht koncentrimi dhe përgatitja e mirë në mbrojtje ka ndikuar që ekipi i vllazimit e përfundon këtë 10 minutësh të parë me epërsitje shifrore. Faleminderit Ulpiana, më e mirë se sa shumica analistëve tonë. Faleminderit Agon. Okej, po, të shohim një gjë të cilën po e vrem këtu te trajneri Pako Olmos, është që është shumë nervoz dhe as pak nuk po i pëlqen mënyra se si kanë humbur topat pam, se
Ja, po e shohim atje Donte Clark me të dashurën e tij, janë duke shikuar ndeshjen me vëmendje. Kjo lëvizje që e ka ulur, e ka larguar nga formacioni, mund të themi që mund të dalë lëvizje e mirë për ekipin e Prishtinës. Nuk e dim, pak të këto 10 minutat e para që nuk e pam një Prishtinë ashtu si që kemi pritur, gjithsesi Olin Carter në ndeshjen e fundit, aq sa e ka mbrejtur, ka qenë shumë më produktiv se sa që është Clark, sidomos në këto duelet e fundit të Prishtinës. Çereku i dytë filloi, ja po shohim atje luftë e madhe, foul në sulm i Jericho Hellemsit, po, ishte foul në sulm, nuk ka nevojë që të ankot, e bën këtë Jericho Hellems, din që ta fuz dorën për funi, ja shikoni, këto din e bën shpesh, edhe tërhek kundërshtarin, kësaj radhe e parë 17 me 28, rezultati pas çerekut të parë, ishte i shkëlqyeshëm Hellems në Mahal Bashishi atje me maje të gishtave e shpëton këtë sulm. Lufto bukur e she Mahal Bashishi Janjevën, i cili tenton nuk realizon, por kësaj radhe rrugova atje Anderson. Megjithatë Rugova e kap si me Mengele, Sinani, falli Albert Sinanit për herë të dytë, kësaj radhe ndaj Janjevës me 6 pikë të realizuara, ato 2 treshet e tij nga 2 tentime 100% i sak. Janjeva është figura kryesore të Prishtinës, te vllazënimi mbetet Don Poloshka me 8 pikë të asistime dhe 3 topa të vetë. Sa bukur nga ana e kundërt e huq, por Mahal Bashish e përmirëson dhe rezultatin në 19 me 28 e afron. Tentojnë ta vjedhin atje topin. Shumë agresive Prishtina tani. Sa bukur atje, më agresive mirë, po me një pasim të thjesht, një diagonale, absolutisht do me thoni shmangën presionit. Kanë edhe 10 sekonda kuqezin për këtë sulm i vetmuar Arbër Sinani. Sa bukur atje depërton, dhe atje Fis Rugova ja teron. Është faulli kujt, veç ta shohim çka po thotë faulli Ricky Tarantit. Ricky Tarant, edhe një herë ta shohim. Fall në sulm i Anton Walkerit, edhe njerë të shofim, atje e shtiu me dorë, e goditi fakt në gjoks Mahal Bashishin, 19 me 28, mbrojtje e mire Hellemsit, si u shmang atje blokut e patë dhe ju vetë me vërtet sonte, jemi duke shiku ndeshje shumë të bukur, lëvizje shumë, ashia e asaj ndeshjes të cilën e shikum të dielën brëma, të cilën për ndryshe ka komentu pikrisht Ulpiana. Pikrisht të thash shumë, kemi një ndeshje shumë ndryshe nga ajo. Zërim të dielën ka qenë kërkahiq, edhe sonte ju kërkoj ndjes për shkak të këtij zërit. Lek Andrea do të kthehet në lojë. Ati Koshi, atje depërton, bukur atje mbrojtje e Davisit, por si duket Janjeva, Janjeva tregon referi Amar Gjekovici, pas ka shkaktuar faul ndaj Hellemsit. Ja, atje Olmos me të vërtet e ka një mënyrë shumë interesante, po i nxjerr lojtarët nga loja dhe me njëherë aty për aty po diskuton me ta, nuk po lejon që ta shojnë hunën nalt edhe të idhnohen në këse po ju spjegon pse po i nxjerr edhe po i thot çka duhet me pas kujdes, po më pëlqen ky komunikim i tij me lojtarët, sidomos të huajt Prishtina. Sa bukur atje Mahal Bashishi, mirë po edhe ma bukur Hellem si ateron kundër sulmit shpejt Anderson depërton deri në fund, e komplikon dhe udhëheqje dy fisht e Andersonit e komplikoj, po duket që u fut në brendi në depërtim edhe se pati idenë se çka ka me bo
Realisht në kornere pati Arbër Sinanin e vetmuar dhe ndoshta e bëri zgjidhjen më të gabuar me atë depërtim, por gjithsesi pikërisht është Anderson ai i cili ulet dhe kthehet Gjitobo bashkë me Donin i cili i mungoi vllazimit në këto minutat e para definitivisht. Hyn në vend të Ati Koshit, tani mbetet atje Lekëndrej me sa bukur nga ana e kundër Depërton për 21-28 Rashid Mallbashiqi. Është kjo pika e tij e pestë, i ka dhe 3 asistime, 3 kërcime dhe një top të vjedhur. Sinani pranë tij Janjeva. Sa bukur atje Sinani, Depërton deri në fund Gjitobo. Opala, Davis ja ateron dhe fauli Rugovës. Edhe njerë të shofim Sinani, Depërton nga prapa atje. Davis e shpullavi këtë top. Gjitobo smet vërtet erdhi, nuk e priti. Gjitobo ishte shumë i relaksuar në hedhje në gjuajtjen e topit. Mirë po, e përmirëson këtë me gjuajtje të lirë efikase. Reprezentuesi i Nigeris, giganti 212 cm Jason Gjitobo. I realizon të 2 gjuajtje të lira edhe pse është karakteristike ti si vetëm 67% të efikasitetit. Sonte herën e parë i realizon të 2 gjuajtje të lira për pikët e para të vllazimit pas 3 minuta e 10 sekondave loj dhe atë nga vija gjuajtjeve të lira. Pra nga loja, vllazimi ende. Çfarë blokade! Blokade, Helms. Ja të rën keq. Çfarë motivimi. Fall në sulmi i Jericho Helmsit. Një telashe e Helmsit, cili si duket të zhvenduar, është shkaktimi i shpejt i gabimeve personale. Është shumë i pakujdesshëm dhe hyn në një seri të shpejt dhe kjo edhe tash po i dot, natyrisht menjëherë reagon atje trajneri Sharin, sepse kjo është personalja e dytë. 2 faula ekspres i bëri Helmsi dhe natyrisht Sharinit i duhet arma kryesore e skuadrës. Jericho Helms për më vonë 20 pik, 7 kërcime dhe 4 asistime. Nuk janë pak mesatare për një sa bukur e vjeni topin Poloshka për Arbër Sinani. Sonte bananet me të lira po shkojnë në Prishtinë. Të dyja skuadrat të pamëshirshme sonte, vetëm po qërojnë, po servojnë dhe po ju thojnë ju bëf mirë. Artëri tretin me treshet, drejtën e duart të Poloshkës kundër sulmi shpejt. E pret atje Poloshka ardhin e bashkëlojtarit të tij, Walker. Poloshka e tani janë shumë statik lojtarët e vllazimit, derisa Walker nuk erdhi. Bukur atje Depërton për mrekulli, mirë po e huq Poloshka. Davis, fauli Arbër Sinanit. Edhe Arbri është prej atyre lojtarëve të cilët shumë shpejt shkaktojnë personale. Edhe njëherë shikoni këtë banane, këtë blokad, edhe ky është pullavi ashtu. Me të vërtet tërë total sonte. S'kemi nevoj për keki, kemi lojtarët e dyja skuadrave. Me njëherë po vjen shkyqe. Sonet motivum të dyja skuadrat në mbrojtje. 4 blokada vllazimi dhe 3 blokada Prishtina. Ja po i shohim të rinj, të interesant sonte as që i futi në lojë trajneri Olmos Jon Ismailin, cili është rikthyer pas lëndimit, nuk e dim nëse është shëruar plotësisht. Dhe tani rezultati është 23-30, një start më i mirë i Prishtinës në fillim të qerekut të dytë, 6-2. Pikërisht trajneri Rene Mosharin
nuk është i lumtur me këtë start qereku të dytë, kërkon time-out në këto momente, pasi që e pam rënjen në ritëm të lojës së skuadrës së Vllaznimit, ishim shumë më të mirë në qerekun e parë, edhe pse edhe në start të këtij qereku të dytë, po e shohim mbrojtjen deri diku të funksionon, por në sulm po i marrin ndoshta disa vendime të ngutshme, mund të themi. E pam bllokadat e Hellamsit, ndërsa në sulm nuk po e ndalte lojën dhe ishte gabimi Hellams, pastaj i Andersonit edhe i Sinanit. Qerekun e parë, cila ishte arma kryesore? Edhe çka u bë me Treshën qerekun e dytë? Gjojtën mo. Pse? Duhet me vetë. Mas pjesës Jo, duhet me vetë trajnerin Olmos, i cili e ka ndërprej atë vine pasimeve për Treshe, do të thotë presioni, sidomos parës në ati koshin dhe tash në Dom Polloshkën, është shtuar jashtëzakonisht shumë, po i dyfishojnë edhe nuk po i lejojnë, i ka mbyllë edhe ato vijat e vrapimit të lojtarëve të Vllaznimit, të cilë po janë shumë astatik. Vetëm ta shikojmë edhe shikuesit tanë në ta vrejnë pak më mirë, mbrojtjen të cilën po e luan skuadra e Prishtinës. Ja tani kemi një pressing zonal në tërfushën. Thash, do të bëjmë pressingja edhe do të dyfishojnë tani Dom Polloshkën, shikoni atje, shikoni, ju thash, do të ashtojnë presionin në Dom Polloshkën, sepse nuk është Arjan Azemi, dhe kjo është faul. Kjo është ajo që... Pikërisht, Agon Prishtina e nisi me këtë energji ndeshjen, por nuk e vazhdoi në këtë mënyrë, pasi që nuk e di pse, do të thotë, e pam një energji në fillim, në ato minutat e para, në pas dy mbrojtjet mira të ekipit të Vllaznimit, edhe ra energjia tek Prishtina, por tani po e shohim gradualisht që kanë filluar të marrin... Definitivisht Tulpiona mungesa e Arjan Azemit sonte do të vrehet, për arsye se Dom Polloshka nuk mundet gjithë kohën me 40 minuta me lujt si playmaker dhe organizator lojë, duhet të ndryme në momentin kur ai po del nga loja, po ndalës sa bukur doni atje, tenton për Treshën, nuk realizon, ati koshi tenton me Rashid Mallbashicin me luftu, mirë po, pra rezultatin nga minus 14, sa ishte 28 me 14, tani është 30 me 25, opa, tje për 27 me 30. Aksion shumë i bukur ishte, edhe Mallbashic, mënyrën si e gjeti Janjevën, e më pas edhe Janjeva lek ndrejajnë, tani mbrojtje e mirë, edhe Daniel lek ndrejajt, dizet Prishtina. Tani Prishtina është duke bërë ato që ka bo Vllaznimin në qerekun e parë. Mbrojtja e mirë, presingu i shtuar, për dallim nga Vllaznimi cili shkonte me Treshë, Prishtina në qerekun e dytë po shkon me depërtime dhe me asistime në brendi, duke, ja, kjo është ajo loja, pse u ngatrua kësaj here Janjeva, mirë po rezultati është afruar në 27 me 30. Pra, edhe 4 minuta e 8 sekonda loj deri në fund të pjesës së parë. 7 minutë, do me thonë 1 minutë para se të përfundon të qereku i parë, rezultati ishte 28 me 4 majnë, dhe tani faktikisht në 7 minuta kemi një seri prej 13 me 2 të Prishtinës, e cila afron rezultat. Çfarë mbrojtje mirë atje, e lekë drejt me vërtet dallim shumë i madh në mbrojtje, shpejt lëviz topi Davis, ja se si rezultati parazohet në 30 me 30 me këtë Treshe, si rezultati mbrojtjes 8 agresive, erdhi edhe sulmi dhe tani kemi seri prej 16 me 2 në këto 8 minuta loj, vetëm 2 pikë për 8 minuta i ka realizuar Vllaznimi. Edhe një gabim aty. Ajo që e përmendëm Prishtina... Çfarë lëvizje mashtruese
18-2 për 32-30. Pra, 56 sekonda saktësisht para se të përmbyllej çereku i parë, vllaznimi kishte e përsi prej 28-14, ndërsa tani 3 minuta 10 sekonda para se të përfundon pjesa e parë, kemi 2 pike përsi për Sigal Prishtinën. Edhe njëherë shpërtheu edhe Davis, për shofim shumë më të disponuar për lojë, më të angazhuar sonte edhe Jordan Davisin. Agon vetë fakti çfarë niveli i lojtarit është pritur shumë më tepër edhe deri më tani nga Jordan Davis. Kjo dhe jo vetëm kjo, paraqitje shumë më të mira duhet shohim nga Jordan Davis dhe nuk është për t'u habitur, por duket që ardhja e trajnerit të ri ndoshta e ka motivuar më tepër, nuk e dim arsyet pse nuk e ka pasur motivin e tillë edhe më parë, gjithsesi sonte duket në disponim goxha të mirë edhe sulm edhe mbrojtje. Ndoshta është me pas një trajner i cili din me ngreh dhe është mirë. Ndoshta trajneri Murat Bylje ka qenë i butë për tipin e këtij lojtari, nuk e dim, nuk ndodh që disa lojtarëve nuk i përshtaten disa trajner, por po shohim një Prishtinë tani në çerekun e dytë që po përgjigjet njëjtë si luajti vllaznimin në çerekun e parë. Pikërisht ato që e diskutuam ishte çereku i parë, mbrojtja e mirë e vllaznimin që vinin sulmet e lehta, e tani për Prishtinën ndodhi e njëjta. Don Polloshka atje më njëherë e kemi Carterin i cili bën presion vazhdimisht dhe e detyron që të ndron shpesh anën dhe ritmin edhe 7 sekonda. Nuk ka ndihmë atje për Don Polloshkën, i cili e humbe edhe një top. Vjen sulme. Edhe njëherë prapa shpinës atje Davis për 34-30 dhe tani kemi vazhdon seria 20-2. Adhuros të basketbollit 34-30 dhe tani Mal Bashishi shkon për të pushu sepse ka meritu dhe Dion Sheqiri do të inkuadrohet në lojë. Aty topi humbur i Don Polloshkës. Me të vërtet kemi mungesë të ndihmës të Don Polloshka, i cili po duhet me organizu lojën vetë. Nuk ka bloka, sikur se ka pas në çerekun e parë. Shumë astatik janë lojtarët e vllazimit, po edhe kjo është si pasojë e mbrojtjes fenomenale. Ja shikoni, për çfarë pozite, edhe një huqe nga loja. Edhe Davis, por edhe Olin Carter shumë të angazhuar në mbrojtje. Deri tash 7 minuta e gjysmë lojë, vetëm 2 pikë të realizuara të vllazimit. Në fakt, përveç kësaj, do të thonë edhe 1 minutë para se të përfundonte çereku i parë. Me të vërtet, Sigal Prishtina e ka shtrënguar mbrojtje mirë, po ja vjen treshja tani nga Jericho Hallam, se cili afron rezultatin në 34-33 pas një kohë të gjatë, saktësisht 8 minuta 20 sekondave lojë, vjen treshja. Një pike përsi për Sigal Prishtinën, Davis nga një pozitë vështirë dhe tani s'ka ku shëndon. Fantastik Davis. Ka shpërthyer Jordan Davis 36 me 33. Anderson edhe një mbrojtje e mirë tani. Pikërisht takon e falem faktin e Carter, i cili është me të vërtet shumë më produktiv për ekip. Ja shikoni atje Olmosin, se si e thret me njëherë Lekëndrejajn. E kreu punën e vetë. Lekëndreja ishte jashtëzakonisht agresiv në mbrojtje, shkon për të pushu edhe Lekëndreja e ka meritu pushimin, 5 pike, 5 kërcime nga Danieli, ashtu i pavrejtshëm mirë, po atë e ka kryer si zakonisht atë punën e ndyrë, që themi ne, punën më të vështirë, blokat, kërcimet në sulm, nga këto 5 kërcime të Lekëndrejajt, pra 2 janë në sulm. Jemi duke u futur në
minutën e fundit të pjesës së parë. Është kjo çerek finalja e parë e play-offit me cilën e nisëm pra play-offin e edicionit 2025 ka shkelur rinë atje Fisnik Rugova kapiteni. Betët 3 pike përsi, një rikthim i Prishtinës i madh në qerekun e dytë prej minus 14 në fund të qerekut të parë. Tani ka 3 pike përsi, edhe 50 sekonda deri në fund. Anderson, Helms për Polloshkën. Sa i angazhuar në kësh edhe Fisnik Rugova në mbrojtje. Për mrekulli, sa inteligent atje. Me të vërtet, spati rrugdalje tjetër, bashkëlojtarët e tij ishin dalur totalisht ungrin atje. A në fund e gjeti disi e përbiroj për pikën e tij të 10 dhe afrimin e rezultatit në 36-35. Polloshka. Davis i pandanshëm, kësaj radhe nuk realizon. Helms. Sheqiri e ndërpren atje kundër sulmin. Personale Dion Sheqirit, edhe 6 sekonda deri në fund të këtij sulmi. Topi do të rivohet nga anash. Ka plotësuar bonusin dhe skuadra e Sigal Prishtinës. Do t'jenë 2 gjuajtje të lira. Trajneri Olmos tha që është personalja e 4 ekipore e ekipit Prishtinës, por nuk e dim përgjigjen e Lisar Bunjakut se çka ndodhi. Kërkon time-out trajneri Pak Olmos nëse realizohet gjuajtje e lirë. Po. Këta dy fëmijë simpatik, vajza po shikon basketbol ndërsa djali në telefon. Vajzat i dinë gjithmonë gjërat. 36-36 rezultati barazohet me të vërtet një ndeshje fantastike. Qereku i parë absolutisht i takoi vllaznimit, i cili ishte fantastik me mbrojtje të mirë dhe treshe. Në anën tjetër, pra në qerekun e dytë, kemi një lojë diametralisht të kundërt të Sigal Prishtinës, një mbrojtje jashtëzakonisht agresive, është shtuar presingu, presionin në Dom Polloshkën, i të cilit thash po e përsëris, po i mungon prezenca e Arjan Azemit dhe ai zavencimi që e sharini e bën Azemi Polloshka. Këte kanë shfrytzuar në mënyrën më të mirë të mundur Jordan Davis dhe Olin Carter i treti për të bërë presion në Dom Polloshkën. Në anën tjetër Jordan Davis shpërtheu me 12 pikë të tij. Fantastik ishte Davis. Natyrisht punën e vetë kanë kryer edhe Lek Ndrejaj dhe Mal Bashiqi dhe janë njeva në pjesën e parë. E mbajti ekipin në lojë, sidoqoftë kanë mbetur edhe 6 sekonda. 36-36 rezultati barabartë. Topi është për Sigal Prishtinën. Rivënjen e topit do ta bën Davis. Ngatrohen atje. E shikuam se çka do të bëjnë Lek Ndrejaj dhe Olin Carter. Jordan Davis ishte më i miri te Prishtina me 12 pikë, 3 kërcime, 2 topa të vjedhur dhe 2 blokada. Fenomenal Jordan Davis. Në anën tjetër 12 pikë ka Jerry Cole Helms te vllazëimi, përveç 12 pikëve i ka dhe 3 kërcime dhe një asistim. Me 10 pikë, lojtari tjetër i cili ka shënuar pikë 2 shifrore te vllazëimi është Dom Polloshka, i cili ka dhe 2 treshe, 3 asistime dhe 3 topa të vjedhur. Po shkojmë me një pauzë 10 minutëshe për të rikthyer përsëri
Pra pas 20 minutave të para 0-0 ose 36 me 36 si doni. Kështu që ja nisim prej fillimit për 20 minutat e radhës.